Përshëndetje miq, në këtë video do të la pak me njën çështjen e PKK-s, Turqisë, Sirisë, asaj pjese të botës. Do të vazhdoj në videot e ardhshme me izën e Zotit. Në këto sante, në këto orë të vona të natës, në pak minuta më lejoni të shpjegoj vizitën e Donald Trump në lindjen e mesme, duke e nisur në Arabinë Saudite. Nesër do të udhëton për Emiratet e Bashkuara Arabe, në Katar gjithashtu, një vizitë e bojshme me aktivitete të shumta, me marrëveshje në shuma marramense. Pyetja e parë që do të duhej të na vinte ndërmend në lidhje me rastin është pse Donald Trump e përzgjodhi për vizitën e tij të parë jashtë vendi pikërisht Arabinë Saudite, më pastaj Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe. Pse nuk e zgjodhi ta zëmi Izraelin, një vend strategjik, bërthama e shtetësisë shëbave, vendi më mik për të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në gjendje të shkojnë deri në fund për mbrojtjen e Izraelit, sepse duke e mbrojtur Izraelin e mbrojnë vetveten. Historikisht, këto dy kombe, Izraelit dhe Amerikan, Izraeli dhe Shëbaja, si dy shtete gjithashtu, janë sikur mishi me thonin. Pse nuk erdhi në Evropë kontinenti aleat i Shëbave, këto dy pjesë të Atlantikut që e kanë krijuar së bashku civilizimin perëndimor. Pra, përveç interesave ekonomike, strategjike të mbrojtjes, janë edhe ato lidhjet, marrëdhëniet kulturore dhe qytetërimore. Pse nuk erdhi në Evropë? Përtej kësaj, pse nuk shkoi në Japoni, shtet ky për cilën shtet ky për Amerikën që ka qenë për dekada një ndër vendet më me rëndësi në rrafshin ekonomik. Pse nuk shkoi në Korenë Jugore, në kohën kur janë të tensionuara marrëdhëniet me Kinën, pastaj Kina me Filipinet, Kina bashkëpunimi me Korenë Veriore, pastaj kërcënimet e Kinës për aneksimin e Tajvanit dhe të ngjashëm. Pse nuk shkoi në këto vende? Pyetja është me vend, sikur edhe përgjigjja që është shumë e thjeshtë. Pikërisht për shkak të parave që i posedon Arabia Saudite, për shkak të interesave të mëdha dhe shumë të thella ekonomike. Donald Trump, jo vetëm kësaj radhe, por edhe në mandatin e tij të parë, vizitën e parë që e ka bërë pikërisht në Arabinë Saudite, me një pritje që ju pat organizuar në mënyrë madhështore, duke e futur edhe ato në ato valle tradicionale të Arabisë Saudite, që kësaj radhe nuk shihet se i kanë organizuar pritje të tilla. Ndoshta edhe për shkak të koferave, valigjeve apo vagonave me dollar që po i merr me vete nga Arabia Saudite. Arabia Saudite për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithëse që një shtet musliman, një shtet me një frymë islame, e cila i pati shkaktuar deri diku edhe sot e kësaj dite probleme të mëdha. Shtet i cili pati mbështetër rryma të cilët i patën çmontu shoqëritë muslimane prej Indonezisë atje, arkipelagut Malaj, kaluar nëpër Evropë edhe deri në Amerikë. Megjithë këtë, Arabia Saudite është një vend me rëndësi për Shëban, një vend strategjik, mbase edhe sot është nënshkruar marrëveshja midis Donald Trump dhe Mohammed bin Salman, si quhet në perëndim MBC, Mohammed bin Salman, MBS, më falni, rrjedhimisht midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është nënshkruar marrëveshja në rrafshin strategjik, pra mbrojtje ushtarake mes vete, në energjetik dhe në rrafshe të tjera të ekonomisë. Marrëveshja e parë, kontrata e parë që u bë sot
ishte në vlerë prej 142 miliard dolar. 142 miliard dolar Arabia Saudite ka nënshkruar sot për të blerë armatim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo kontratë në këtë shumë është më e madhja e bërë ndonjëherë në histori midis vendeve apo midis kontinenteve. Përveç kësaj, Arabia Saudite i ka premtuar Mohammed bin Salmanit, i cili është mik shumë i afërt i Donald Trump. Donald Trump për disa personalitete në botë vazhdimisht thot se i kam Franca, i kam shok, njëjtë kështu edhe për presidentin e Turqisë Erdogan. Sido që tjetë, raportet e Donald Trump me bin Salmanin janë raporte përtej të qenurit raporte diplomatike midis dy liderëve të dy vendeve të ndryshme. Mohammed bin Salman i premtoi para do kohe Donald Trumpit se do të ndihmoj SBA-n me 600 miliard dolar. 600 miliard dolar. Nuk po them 60, as më pak 6, po them 600 miliard dolar. Këtë premtim i adhan në kohën kur në Kalifornin e patën kapluar zjarët, duke i thënë Trumpit, doste jam mos u bë marak se na kena me i kompenzu këto dame me izën e Zotit, si është mëse miri dhe mëse leti keni me kalua. Megjithatë Trump nuk është i kënaqur me këtë shumë, nga bin Salman sot edhe një herë i kërkoi 1 trilion dolar. 1 trilion dolar do thot 1.000 miliard. Nuk keni dëgjuar gabimisht. Nuk po them 1 miliard, as 10, as 100, por po them 1.000 miliard dolar. Pra 1 trilion dolar Donald Trump i pret nga Arabia Saudite si kompenzim që të ruaj nga kojshit, nga fqinjet armitsor. Se ku ka me i hargjua dhe ku ka me i përdor Arabia Saudite ato 142 miliard dolar armë, kunder kujt ka me i përdor, kunder Jemenit, kunder Jordanis, kunder Emirateve të Bashkuara Arabe, kunder Katarit, Omanit, cilat vende i ka për rreth aty nuk e dije, apo kunder Iranit, apo që t'imbush kasarnet e veta sa për zbukurim me atë sasi kaq të madhe të armëve, unë këtë saksisht nuk muj me edit. Por 1 trilion dolar që i ka kërkuar Donald Trump e që pritet të shtohet ky numër. Gjatë ditës së nesërme derisa të udhëton për Katar dhe Arabin Saudite, ka fjalë se SBA Donald Trump do t'i kërkon në vlerë prej 1.3 miliard dolar. Përse po themi 1.3 miliard dolar, trilion dolar, më falni, për shkak se hala pa shku në Abu Dhabi apo në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe i kanë qu selam Trumpit dhe i kanë thënë se ne si shtet, si fillim, do të ndihmojmë SBA-n me 1.4 trilion dolar. Jo 1.4 miliard, as 14, as 140 miliard, por 1.4 trilion dolar, që i bje 1.400 miliard dolar. Emiratet e Bashkuara Arabe do t'ja japin SBA-ve në formë investimesh dhe në forma të tjera. Kur Trump i thot Mohammed bin Salmanit shtoje shifrën mbi 1 trilion, nëse jo sa Emiratet bile diçka nërta letjet, mos t'ka shumë dalim, nga këto po muj me imaginu, me konkludue se nëse jo 1.4 trilion, atëherë 1.3 sigurisht se po. Mbetet tash me u vendos tëri nesër, nëse është në dorën e Saudis apo të Mohammed bin Salmanit me vendos. Një gjë që mund të konkludoj këto, të nxjerrë si mesazh, për vizitën e parë të Donald Trump në Arabin Saudite është se Donald Trump
po jep të nënkuptohet, po jep mesazhe botës se ai preferon të forcoj raportet me lindjen e mesme, të fokusohet në lindjen e mesme në vend të quarjes përpara të marrëdhënieve tradicionale me pjesë të tjera të botës. Që dënë të thëtë se me Evropën, me Japonin, me Korenë, me vendet të tjera i kalen me njanë. Nuk ka interesa thjesht që Donald Trump të përqendrohet ka shumë në raportet e shëbave me Evropën, me Japonin dhe me tjera. Tri janë arsyet kryesore të kësaj vizite, nëse veç dëshirojmë të analizojmë pse nis kjo vizitë kështu. E para them është paraja, e dyta është forcimi i politikës së jashtme të shëbave, dëshiron që robion dhe gjithë departamentin e jashtëm, departamentin e shtetit, ta forcoj në raport me botën, e sidomos me botën muslimane, por arsyeja e tretë është edhe marrëdhëniet bilaterale të cilat dëshirojnë të ndërtojnë këto. Në fjalimin e tij, duke e lexuar natyrisht, Mohammed bin Salman, jo si Donald Trump që e thonte pa e lexuar fare, Mohammed bin Salman kërkoi një bashkëpunim edhe më të ngushtë në rrafshin e sigurisë dhe të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ju kujtohet miq, para do kohë në njërin prej videove kam thënë se Irani, ashtu siç është, për nga pozicioni gjeografik që është në lindjen e mesme, është një vend që dikton politika në lindjen e mesme shumë të thella dhe në shumë rrafshe. Herë ndikon me fuqinë e tij, duke ndërhy me dorë, ta them kushtimisht me dorë, herë ndikon heshtazi për nga pozicioni gjeografik, vendodhja e tij gjeografike. Krejt vendet e gjirit persik, vendet arabe, por edhe Irani deri dikun, vendet arabe të pasura me naftë, blejnë armë vetëm në mbrojtje, në emër të mbrojtjes prej Iranit. Pra, Irani, edhe nëse nuk e ka atë qëllim, si që thonë disa tekne që e kanë tollosum Irani, se Irani është bashkëpunëtor i Izraelit, bashkëpunëtor i Amerikës, jo, nuk është ashtu, nuk është e vërtet. Kjo është diçka vish që thuhet me një gjuhë tendencioze, ideologjike, mëdhebiste, nga perspektiva sunnite, duke i shikuar shetet të tillë. Jo, nuk është ashtu. Por, sikur për Iranin që vendet arabe janë vende potencialisht të rrezikshme, edhe për vendet arabe, Irani është potencialisht vend i rrezikshëm që prodhon rrezikshmëri. Përse? Sepse para së gjithash është ajo betejë gjeokulturore, shekullore midis persianëve dhe arabëve. Nisur nga këto, pastaj edhe medhhebet, pastaj edhe mbretërit, pastaj Homeini që dëshironte ekspansionizmin shet dhe të revolucionit islamik në vendet arabe, që i bje rrëzimin e perandorive në thojza, rrëzimin e këtyre veglave, udhëhecëve të vendeve arabe, dhe ata për të mbrojtur vetveten janë në gjendje që të japin jo miliarda, e qindra miliarda, por edhe triliona dollar. Pra, këto janë tri arsyet kryesore të shkuarjes në Arabinë Saudite. Përveç kësaj, mos të harrojmë se Donald Trump me vete ka marrë edhe atë ekipin e të pasurve të Amerikës që janë ndër më të pasurit në botë. Me vete e ka Zuckerbergun, e ka Elon Muskin, bile sante ose jo nesër në mëngjes mbahet, nuk e di nesër a mas nesër, mbahet forumi ekonomik arabo-shëba, ku ndër folësit e parë dhe kryesor dhe të jetë Elon Musk, natyrisht për shitjen e automjeteve të veta dhe për marrje në edhe ai disa vagon para, sikurse edhe Donald Trump. Një gjë shumë interesante se dhëndri i Trumpit, Kushner, ka
fituar një shumë prej 2 miliard dollar investim ndihmes sa për me nisen nga Arabia Saudite për investimet e tina për botë. Nga që kjo shumë 2 miliard dollarshe, një pjesë e madhe e kësaj shume do të shpenzohet në ndërtimin e hotelit super luksos të Kushnerit në Beograd. Pra, hoteli super luks në Beograd do të ndërtohet me parat e Arabi Saudite duke kaluar në përmes kontove bankare të Kushnerit. Donald Trump pas bisedes tupi kafe arabe aty, ajo kafja filxani pa vega, që në fakt ajo nuk është kafe, por kur kam jetuar në Dubai dhe në ato pjesë botës e kam bo edhe në shpi shumë, ajo është kafe e përzir me disa spices malmesa, ndërto edhe një çaj i veçant që përzihen me habbehane, me pak zatere, zaferane, kafe, është një kafe që nuk I qitet sheqer fare. Pas pirjes asaj kafe, nëse e ka pi Donald Trump, për shkak se është tepër e idht, ai po thot para kamerave se ardhja e ime në Arabin Saudite, po fleste vetëm për Arabin Saudite në ato momente, do t'i sjell shëbave 2 milion vende të punës. Pra, qatë 1.3 trilion dollarshin që po e merë, në pyetje janë është investimet të Arabi Saudite në rrafshe të ndryshme ekonomike dhe të jetës në shëba ku do të krijohen 2 milion vende të reja të punës. Një gjë që më la për shtypje është edhe deklarata e Donald Trump se ka marrë vendimin për t'ja hjek sankcionet ekonomike Siris. Bile, e çuditshme, tha, e mori një duartrokitje të hatashme në Riyadh prej qytetarëve, prej të pranishmëve, tha se do të takohem nesër me Ahmed Eshara, liderin e Siris në Katar, tha se ky takim është ndërmjetësuar nga miku im I dashur Recep Tayyip Erdogan dhe heqja e sanksioneve ndaj Siris vije si rezultat I kërkesës, ai nuk dëshke me thënë lutje, I kërkesës I bashkëbisedimit paraprak me Erdoganin. Jala për ner Erdoganit edhe heqjen e sanksioneve edhe aranjimin e takimit me këtë Ahmed Eshara. Përveç kësaj, ajo që është me rëndësi, është pyetja, sa për ta përfunduar temën sonte, pyetja se a thua Donald Trump do të merr pjesë në takimin e Zelenskit me Putin që është aranjuar në Stamboll, ku Turqia edhe një herë po kthehet në epicendrën globale të përpjekjeve për ndonjë paqe afatgjate të përhershme të mundshme midis Siris dhe midis Ukrainës dhe Rusis. Se a do të shkoj Donald Trump atje, ka mbet çështje e hapur, por ka shenja se edhe për shkak të kërkesës së Zelenskit që thot se do të kisha dëshiruar shumë dhe të ndjehesha më I fuqishëm në bisedim me Putinin, nëse Ekselenca e tij Donald Trump vije në Stamboll dhe merr pjesë në atë takim. Kthyer si fund I temës, po presim përfundimin e vizitës së tij edhe në Katar, edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, që përveç këtyre 2.56 trilion dollarëve që I ka siguruar që në ditën e parë, edhe sa triliona apo edhe sa vagona dollar do t'i merr nga vendet islame të Xhirit Persik. Mos të harroj me thonë edhe këtë se Katari pardje
ka bërë me dije se i ka përgatitur një surprizë, një dhuratë modeste Donald Trumpit. Një Boeing 700 nuk e disa, krejt me ari mrena, i lymë edhe koltuqet edhe kreveti, ndoshta edhe qershav dhe jastoku, nuk e dije, por shihet se është krejt për i ari mrena, në vlerë një dhuratë modeste për Donald Trump që do t'i dhurohet kur të mërrin në Katar, në vlerë prej $400 milion. Deri në videon e ardhshme për të folur për vagonat e tjerë të dollarëve për Donald Trump, mirëmbëjtje, natën e mirë.